I madhi Allah neve na tregoi shumë qartë se profeti më i madh, njeriu më i kompletuar, njeriu më i dashur mbi sipërfaqen e tokës tek Allahu xhaleshanuhu, megjithse Zoti i fali gjithçka prej gabimeve të para dhe të fundit, ishte pa tmeta edhe pa mëkate, ja fali Allahu xhaleshanuhu të gjitha. Megjithse i dha Allahu xhaleshanuhu atë pozitë që nuk ja dha askujt prej të parëve dhe të fundit, megjithse ai është i pari i cili del ditën e gjykimit, është i pari i cili ndërmjetëson tek Allahu xhaleshanuhu që të fillojë dita e gjykimit, është i pari i cili troket derën e xhenetit dhe pa emrin e tij nuk hapet dera e xhenetit, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Vetëm se kjo e gjitha pra mirësi që i fali Allahu xhaleshanuhu nuk e bën atë që mos përsosi moralin e tij edhe raportin me njerëzit, me krijesat e Allahu xhaleshanuhu. Dhe pikërisht për këtë e lavdroi Allahu xhaleshanuhu dhe i tha wa innaka la'ala khuluqin azim. Ti o Muhammed je në pjedestalin e moralit më të lartë. Je në gradat më të larta të moralit. Pra nëse morali ka shkallë dhe ka gradën më të lartë e ka pas Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam.